Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të premte një takim me të rinjt e punësuar përmes programeve të mbështetjes nga qeveria, ku theksoi rëndësinë e shfrytëzimit të mundësive reale që ofron tregu i punës në vend. Është që në vetëm 5 vitet e fundit, 42.000 të rinj, 42.000 të reja dhe të rinj, janë punësuar përmes zyrave tona të punës dhe përmes këtyre shërbimeve. Ndërsa për ata që thonë se në vendin tonë s'ka punë, ai solli të tjera shifra që sipas tij faktojnë se Shqipëria ofron mundësi për të gjithë ata që duan të punojnë vërtet. Ata që thonë s'ka punë e ata që nuk duan punë. Pikë, sepse vetëm në portal janë 5.500 vende pune mesatarisht çdo muaj të gjitha kategorive. Çdo gjë. Natyrisht që nuk është aq e lehtë sa të hapësh portalin, se e tha vajza më parë, që kur shkon dhe troket, ka vështirësi, ka pretendime, kërkesa, etj. Përmes garancisë rinore, sipas Ramës, numri i të rive të mbështetur pritet të arrijë 60.000 përfitues, ndërsa aktualisht janë përfshirë 2.200 të rinj. Dhe janë 2.200 vajza dhe djem të parë që po përfitojnë nga garancia rinore, objektivi i cilës vetëm garancia rinore është që 60.000 vajza dhe djem të mbështeten në gjithë vendin, në gjitha kategoritë brenda viteve të këtij mandati qeverisës që ne sapo kemi nisur. Kreu i qeverisë theksoi se startupet janë një nga mënyrat më efektive për mbështetjen e të rive, edhe pse pranoi se procesi nuk është ende në nivelin e dëshiruar. Ne jemi fokusuar tek startupet, do të shtojmë edhe më shumë mbështetjen, janë më shumë se 200 startupet financuara drejt për drejt nga programet tona, por jemi mbrapa në këtë pjesë. Ai foli dhe për buxhetin 2026, ku fondi për mbështetjen e të rive është rritur me 60%, duke e fokusuar tek ata që synojnë të vetpunësohen në hapjen e biznesit të vogël. Për këtë qëllim janë parashikuar gjithashtu 12 milionë euro për programet e nxitjes së punësimit dhe për rritjen e aftësive profesionale të rinjve.